Biblioteka Publike Mitrush Kuteli në Pogradec organizoi një takim të veçantë letrar me poetin dhe sociologun e mirë njohur Zydi Dervishi, kushtuar krijimtarisë së tij poetike dhe kontributit spikatur në fushën e sociologjisë. Takimi u zhvillua në formë në një bashkëbisedimi mes lexuesve pogradecar, nxënësve të shkollave të qytetit si dhe i studentëve të profesorit, të cilët ndan kujtime, vlerësime e përshtypje mbi veprën dhe figurën e tij akademike dhe atë letrare. Në atmosferën e ngrohtë kulturore, gjimnazistët recituan vargje të përzgjedhura nga krijimtaria poetike e Zyti Dervishit, duke sjellë para të pranishmëve emocionet, mesazhet dhe ndjeshmërinë që karakterizojnë poezinë e autorit. Bashkëbisedimi u përqendroi gjithashtu në veprat e tij shkencore, të cilat prej vitesh shërbejnë si referencë e rëndësishme për studimet sociologjike në Shqipëri dhe në botë. Gjatë bashkëbisedimit, autori u përgjigj interesit pjesëmarrësve për procesin krijues, sfidat e kërkimit shkencor dhe marrëdhënien mes letërsisë e sociologjisë, duke ndarë përvoja të vyera nga jeta e tij profesionale dhe krijuese. Biblioteka Mitrush Kuteli ka një emër të madh, emër një personaliteti me kontribute të jashtëzakonshme në prozën shqiptare dhe në parashtrimin e realitetin shqiptar të rregullave të shkrimit akademik. Padyshim, të shkruash për kulturën shqiptare, për shoqërinë shqiptare, është padyshim një detyrim moral që ne e kemi për brezat që kanë kaluar, të cilët nuk kanë patur mundësi të shkruajnë gjuhën e tyre, dhe për brezat që vijnë, të cilët padyshim besoj kam bindje të jenë vendin që u takon në ansamblin e gjerë të popujve të botës, një kohë të trazuar dhe shumë të trazuar. Në këtë aspekt, promovimi i librave, leximi i librave, diskutimi për librat, siç u bë edhe sot një diskutim në mjediset e kësaj biblioteke, është një punë që ka vlerë jo të vogël edukative. Në shenjë mirënjohje dhe për të pasuruar fondin e bibliotekës, profesor Zyti Dervishi dhuroi 15 tituj librash, botime personale, të cilat do të jenë tashmë në dispozicion të lexuesit pogradecar. Ngujuar brenda mureve, hierën të vetmarrisë, ende jeton si eremit. Dhimbshëm gjysmën e pasurive, e shpenzon për të blerë eksploziv. Para duarve të rishkura të nënës, përgjuljen vargmale të gjithë krenarive. Para shikimit të turbulluar të nënës, verbohen lyjet e të gjithë